Mire se vini në një episod të ri të podcastit e drejta e emigracionit. Unë jam avokati Fabio Lo Scerbo. Sot flasim për sinjalizimin SIS, pra regjistrimin në sistemin e informacionit Schengen, një çështje ku në praktike ka pasojë shumë të rëndësishme mbi lirinë e lëvizjes të drejtën për të rikthyer në Itali dhe në përgjithësi mbi statusin juridik të shtetasit të huaj. Pyetja kryesore është kjo: çfarë ndodh me një sinjalizim SIS kur një mëse dëbimi anullohet nga një gjykatë? Përgjigjja nuk është gjithmonë e menjëhershme dhe skarohet qartë nga një vendim i fundit i gjykatës administrative rajonale të Kampanjas. Seksioni i 7 i publikuar më shkurt 2023, vendimi numër 794 i vitit 2023, në çështjen e regjistruar me numër të regjistrit të përgjithshëm 259 të vitit 2025. Në këtë rast, gjyktari i pakës kishte anulluar një dekret prefektural dëbimi. Pas këtij anullimi, policia veproi në mënyrë korrekte duke fshirë sinjalizimin SIS të lidhur pikërisht me atë dekret. Megjithatë, në sistem mbeti një sinjalizim tjetër, i cili nuk bazohej në masën administrative të dëbimit të anulluar, por në një masë dëbimi me natyrë penale, ku e buronte nga një dënim penal i formës së prerë i dhënë vite më parë. Personi i interesuar parakiti një kërkesë për ekzekutimin e vendimit, duke pretenduar se anullimi i dëbimit duhej të sillte fshirje e çdo sinjalizimi negativ. Gjykata administrative rajonale e hodhi poshtë këtë pretendim dhe skaroi një parim themelor që duhet të në qartë: anullimi i një mëse dëbimi prodhon efekte vetëm mbi sinjalizimin SIS që mbështetet juridikisht në atë mëse konkrete. Ai nuk e bën të pavlefshëm dhe as të paefektshëm sinjalizimet e tjera të bazuara në titull të ndryshëm juridike, siç janë mësat e dëbimit të lidhura me një dënim penal. Me fjalë të tjera, sistemi i informacionit Schengen nuk është një regjistrim i vetëm dhe i përgjithshëm. Ai është një sistem që mund të përmbajë disa sinjalizime, secili prej tyre juridikisht i pavarur. Çdo sinjalizim qëndron ose bie në varësi të bazës së vet ligjore. Per sa kohë kjo bazë mbetet e vlefshme, sinjalizimi mbetet i ligjshëm. Ky është një aspekt thelbësor në praktikën juridike. Anullimi i një dëbimi nuk do të thotë automatikisht se pozicioni SIS i personit është pastruar plotësisht. Është gjithmonë e nevojshme të verifikohet origjina konkrete e sinjalizimit, të bëhet dallimi mes masave administrative dhe atyre penale, dhe të vlerësohet nëse ekzistojnë ende baza juridike në fuqi. Vendimi i gjykatës administrative rajonale të Kampanjas e bën të qartë pa ekuivoke se e drejta e emigracionit bazohet në shtresëzime juridike dhe se mbrojtja efektive e të drejtave varet nga saktësia ligjore, jo nga automatizmat. Do të rikthehemi sërish këtij temi, sepse sinjalizimi SIS mbetet një nga ligjet më delikate dhe më pak të kuptuara të gjithë sistemit. Faleminderit për dëgjimin dhe shihemi në episodin e ardhshëm të podcastit e drejta e emigracionit.